Nata e ndërimit të viteve ka kaluar e qetë në të gjithë qarkun ndipër ku nuk janë shënuar raste problematike. Shërbimet spitalore kanë qenë në gatishmëri për të përballuar çdo situatë e megjithatë, për fat të mirë nuk ka patur probleme sa i përket dëmtimit nga lëndë piroteknike apo plagosje të tjera. Zëvendës drejtori i Spitalit Rajonal Dibër, Beqir Biçi, tha se masat kanë qenë marrë për të përballuar çdo lloj situate me mjek specialist në shërbim e të tjerë në gatishmëri, por çdo gjë ka kaluar qetë pa probleme. Në radhë parë të uroj një vit marë, ju bashkë me stafin tuaj, Spitalari i Dibrës ka qenë i kompletu. Në datë 31 ne bëm një takim me drejtorin e institucionit edhe morëm masat veçanta që të kompletu spitali me gjithë mjek specialist. Praktikisht të gjitha shërbimet kanë funksionu. Ka funksionu urgjenca, ka funksionu kirurgjia, ka funksionu materniteti, ka funksionu pediatria. Veç mjekve që kanë qenë në shërbim, kemi planifikuar dhe mjek të gatshëm. Përgjithsisht situata ka qenë e qetë, nuk kemi pas raste të veçanta, kanë dominu dhe prodominu gazeterite, në raste këtu edhe nga mbi ngarkesa e viditëri me ushqime me gjëra, por raste problematike nuk kemi pas. Nga këto problemet e aksidenteve, ne një rast kemi pas një aksident që ju e dini dhe keni raportu, por ka qenë gjëra pazarade, domethënë. Kurse plagosje e gjëra nuk kemi pas. Por shërbimi ka funksionuar shumë mirë. Veç kësaj, ne kemi marrë dhe masat, dhe pata marrë masat që me medikamentet jemi të kompletuar dhe praktikisht ka pas medikamente. Tjetra ngrohja ka qenë mirë dhe shërbimi ka qenë perfekt. Raste me fishak zjarre s'keni patur? Jo, nuk kemi pas. Raste problematike nuk kemi pas. Mund të kenë rast tek tuk, domethënë, por jo raste problematike nuk kemi pas. Edhe në qytete të tjera si Bulqiza, Klosje e Burreli, festimet e natës të ndërimit të viteve kanë kaluar pa probleme. Sipas mjekëve pranë spitaleve të këtyre qyteteve, qytetarët janë paraqitur për konsum alkooli e teprime në ushqime dhe jo probleme me lëndët piroteknika apo plagosje të tjera.